Spuntën e ka marrë nga disa telefona që ka marrë sot nga qarku i Gjirokastrës për sa qytetarë të bllokuar në zonë e luftës, në lindjen e mesme, pa të bllokuar, pa mundësi udhëtimi, të izoluar në kushte të vështira dhe në kushte të rrezikshme. Prandaj do kërkoja këtë gjë, pikërisht involvimin e plotë të qeverisë shqiptare, të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë në disa aspekte të asaj që po ndodh sot në lindjen e mesme. Jo vetëm në çështjen e ndihmës, mbështetjes, identifikimit të qytetarëve shqiptarë që janë atje dhe që kanë ngelur në mëshirë të fatit dhe askush nuk tenton t'i kontaktojë, ndërsa gjithë qeveritë e tjera europiane janë në këmbë, kanë krijuar qendrat e urgjencës dhe janë në lidhje të vazhdueshme me qytetarët e tyre për të qenë sa më afër dhe për t'i mbështetur. Parlamentet e gjithë vendet tjera europiane mblidhen, janë mbetur sot. Aktualisht tashmë është sot në këtë kohë është mbetur edhe Senati italian i cili gjykon pikërisht këto probleme. Ndërsa këtu të në heshtet, sot do të vinë ministri i jashtëm, tip të përgjigje shumë prej të lidhur me këtë çështje. Do të vinë vetë kryeministri, si në Itali, që po jep tashmë aktualisht përgjigje këtyre çështjeve. Së pari unë kërkoj diçka. Kërkoj nga të gjithë, edhe nga maggjoranca, të dalim me një deklaratë të qartë, me një qëndrim të qartë si Parlament shqiptar, ku deklarojmë qartësisht se ne jemi ngushtësisht të pandalshëm në krah të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë veprim ushtarak që ka marrë kundër një regjimi gjakatar, kundër një regjimi diktatorial, i cili jo vetëm ka vrarë, ka prerë dhjetra mijëra nga qytetarët e tij, po ka krijuar një zonë destabiliteti, ka prapur terrorizmin dhe është bërë shkak për rreziqe të mëdha dhe të pa parashikueshme në të gjithë rrezullin. Unë mendoj se është nderë në Parlamentin shqiptar të dalë qartësisht me një deklarim të tillë dhe të marrë qartësisht një pozicion të qartë në krah të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë moment të vështirë, por ama edhe në këtë moment shprese, jo vetëm për atë zonë, por dhe për shumë më tepër se për zonë, se të shpëtimi nga një regjim i tillë diktatorial, aventurier, terrorist, do të jetë në mbi të gjithëve. Së dyti, kërkoj që Parlamenti shqiptar të shprehë qartësisht dhe dënoj sulmet iraniane që kanë ndërmarrë ndaj vendeve përreth, të cilat janë bërë realisht akte terrorizmi të një shteti terrorist. Prandaj duhet të marrim një qëndrim për të gjë. Duhet të danojmë me forcë këto sulme, të cilat po dënojnë qytetarët pafajshëm, midis cilëve dhe qytetarët shqiptarë që janë ato vende. Prandaj kjo është elementi i dytë me cilin duhet të involvohet Parlamenti shqiptar. Dhe elementi i tretë është ai që nisa në fillim fare. Ne duhet të involvohemi qartësisht, duhet të bëjmë që qeveria shqiptare, Ministria e Jashtme, televizi, në mbështetje të qytetarëve shqiptarë që janë të bllokuar në atë zonë, ku janë ndaluar fluturime, ku nuk ka lëvizje, ndot lëvizje transporti, ku realisht situatë e paqartë dhe pasigurt për ata që janë atje. Është detyra e qeverisë, është detyra e Ministrisë së Jashtme, është detyra e Shtetit shqiptar që të marrë të gjitha masat, së pari për identifikimin, për qetësimin, për mbështetjen, dhe së dyti për mundësinë e evakuimit sa më të shpejtë të qytetarëve shqiptar që janë në zonë lufte, e cila realisht nuk dihet se do zgjasë dhe nuk dihet çfarë dimensione do marrë dhe po merr si pasojë e aventurizmit të një regjimi gjakatar që është regjimi i ajatullave në Iran. Prandaj unë kërkoj këtë gjë dhe i kërkoj të maggjorancës, i kërkoj të qeverisë shqiptare, i kërkoj të gjithëve të dalim me të material shkruar. Ta diskutojmë të gjë në Komisionin e Jashtëm që nesër dhe të dalim me material fikt, të plot, të qartë për pozicionin e Shqipërisë, për dënimin e agresionit iranian ndaj vendeve fqinj dhe për mbështetjen e ndihmën që do të japë qeveria shqiptare dhe Ministria e Jashtme ndaj qytetarëve shqiptar që janë në të zonë dhe që realisht kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për ndihmë, ashtu si dhe familjarët e tyre këtu në Tiranë, në Shqipëri, në Gjirokastër dhe kudo, siç mora sot njoftime nga Gjirokastra, kanë nevojë për të qetësuar dhe për të ndjerë që njerëzit